Pyetja nga Klivjo është një lloj thotë si spej thotë që përdoret në gojë kështu për me shpërla gojën, thotë po ka përqindje të alkoolit. Jo ndo lloj spejash, nëse zgabona, që përdoren edhe për fyt për me pas energjinë të folur ose në pastrimin e fytit, po ka përqindje të alkoolit. E në këtë rast kjo nuk lejohet Klivjo, për shkak se ka përbajtje të alkoolit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam lidhi me alkoolin ka thënë çka është haram në shumicë, është haram edhe në pakicë. Pra është ndalesë. Kështu që duhet kemi kujdes me alkoolin, sepse është khamër, khamër është mbulesë, është dehje. Dhe el halalu ma ahallu Allahu fi kitabihi wal haramu ma harrama Allahu fi kitabihi. Halal është ajo që ka bën halal Allahu në librin e tij, në Kur'anin famlar, dhe haram është haram ajo që ka bën haram Allahu në librin e tij, pra në Kur'anin famlar.